afërsi të restorandurësit që kemi këtu me do të them doktor, do të them mjekullor, do të them mikun ton, Ylli Merja. I dashur, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Dhe mirë se erdhëm në lagjen tënde. Ju faleminderit. Doktori që në pikë të mëngjesit me telefona, me punë, jep 100 porosira, gjithmonë ka gjëzënje? Po, besoj se po. A? Marrin njerëzit. Në këtë, do të thënë fund viti, çfarë marrin më shumë, për çfarë kërkojnë më shumë njerëzit? Në këtë fund viti. Më shumë njerëzit janë të fokusuar në këto drejtime kryesore. Mirëmbajtjen e tensionit dhe qarkullimit të gjakut. Mbas e kanë futur me të pime, sigurisht. Po jo, duan t'i bëjnë gjithmonë pastrim sistemit të qarkullimit të gjakut. Marrin për sistemin e urinimit, për pastrimin e veshkave. Normal se gjithë ajo e pirë ku do shkoj. Po. Dhe vendin e tretë mund të themi e zën këto problemet e sistemit nervor. Pra stresi ankthi, stresi, pagjumësia. Këto më mirë, ato i dimen se ti ke thonë shpesh herë me çaj, me kështu me gjëra. Po, nuk e di, kjo përqindje është rritur këto kohët e fundit. Si janë mirë njerëzit, jo? Po, sigurisht marrin edhe këto detoxet që janë më të kërkuara. Këto janë çik me rrezik thonë doktor apo? Po, detox jo kimikate. Po detoxin e marrin mbasi han drekën, ja fusin me të grëna me të pirë dhe pastaj marrin detox. Ka kuptim? Pinda një çaj. Po këto bim janë që edhe ndihmojnë sistemin e tretjes, por edhe ndihmojnë funksionin e mëlçisë. Në qartë. Kështu që unë them ka kuptim. Doktore, a ka ndonjë bim që të ngop, domethënë që të jep ndjesinë e ngopjes, që mos hash më obur? Po ka. Ka. Çfarë është? Lulja e murrizit, Crataegus monogynia. Lulja e murrizit. Lulja e murrizit edhe fruti i tij. E çfarë bën atë, si e bën? Atë mund të pish 1 deri në 2 gota në ditë dhe kjo si thua pakson ose kufizon atë ndjesinë e të ngrënit. Ti jep atë sigurt je i fryrë, domethënë. Ndihesh i ngopur, pra kjo komandon sistemi nervor që ky të lëshoj atë sinjalin, hormonin e ngopjes dhe njeriu çohet i ngopur nga tavolina. Por ne duhet ta bëjmë normë këtë, që sikur afërsisht ne të çohemi me 80% të ngopur nga tavolina. E di. E ndihmojmë më së miri trupin tonë. Po s'të lej çapi fundit të burr, sigurisht e di. Ajo si ka mundësi doktor, ajo ngjyrja në fund të shijon më shumë se ajo që ke ngrënë. Ka ndodhur? Po shumë herë. Vërtet? Po pastaj ka plot njerëz. Duket sikur ai çapi i fundit ai të shëndosh. I mbushi të gjitha kënaqësitë. Po kënaqësia apo ngjyrën e bën? Po, atëre të heqin ca luk nga para që të plotësojmë këtë dëshirë të fundit. Tani që mbaruam na thosin. Mirë. Tani, doktori, nuk e di, sipas të dhënave të Institutit Italian të Statistikave, nga Italia ky muhabet. Po. Tani çka ka ndodhur? Numri i njerëzve që jetojnë rreth 100 vjet në Itali po rritet ndjeshëm. Sipas tyre, se kush ka pyet xhanëm. Në këtë vit që ne jemi në 2025, pra, mbi 2000 persona pritet që të arrijnë moshën 100 vjeç. Duke çuar në numrin total, sipas italianëve gjithmonë, 23.500 persona, pra 2 fish më shumë krahasuar me vitin 2009. Se këto dhëna e kanë nxjerrë ata, se po e qartë. Ne s'kemi ngatitim. Domethënë, dhe kryesorja fare tjetra është që në këtë numër që ne tham, pra 23.500, 82% e tyre janë gra, të cilat dominojnë në moshat 105 dhe 110 vjeç. Në Itali ky muhabet. Po. 2 hapa kur i tham. Po. Tani Italia bashkë me Francën edhe Greqinë, renditet në vendet me përqindje më të lartë të 100 vjeçarëve, ndërsa siç parashikojnë ta me këta që marrin vesh, domethënë deri në vitin 2050 pritet një rritje ndjeshme e kësaj grup moshe në gjithë Bashkimin Evropian. Tani, si interpreton mjekësia popullore pikërisht këtë prirje për rritjen e moshës? 100 vjeç plak. Ne kemi si urim, u bofsh 100. Po e qartë. Ka disa studime, jo vetëm këto të Italisë, që në randorën e më bu. Po, që në Sardenja janë këta shekullorët në një përqindje më të ngritur, është kjo zona e Ikarias në Greqi, edhe këtu ka njerëz shekullor,
Por ekzistojnë këto edhe në një zonë në Bullgari, në Japoni, po kështu edhe në Amerikë, që shekullorët tashmë me vërtet po rriten ndjeshëm si përqindje. Si shpjegojtë ka? Atëhere, po ka ndoshta një lidhje, për shembull, le të kujtojmë këtu në Bullgari që nuk ka patur as valë telefonike dhe njerëzit ishin të gjithë të shëndetshëm dhe mbi 100 vjeçar. Ndërsa kjo e Sardenjës... Valë telefonike? Po. Vërtet? Po. Ndërsa kjo e Sardenjës është e lidhur me një regjim shumë të shëndetshëm ushqimor. Pra, ata gjatë gjithë jetës së tyre janë udhëhequr nga parimi ushqeu shëndetshëm me produkte natyrale. Pra, perime, fruta, zarzavate, atyre ju zë rreth 80% të dietës ditore, dhe e dyta, këta e nisin ditën duke filluar dhe duke punuar në Baçe, në kopshtin e tyre. Po mima, tani kam në Shqipëri kështu, unë kam hallën time. Madje thot, sa herë ke qenë i ftuar në emision? Po? Një listë me 100 borosira, thot halla, pyeten që gyllin për këtë, pyeten që për atë, pyeten që për atë. Unë harroj gjënë, po. Nëse, domethënë, kam ndjekur një regjim të tillë. Po është uf gjithë ditën, më dhëm kjo, më dhëm ajo. Pra, domethënë, se di ka të bëj raca, ka të bëj, ku dëgjon? Edhe raca ka të bëj, por le të themi kjo kujdesi gjatë gjithë jetës së tyre. Pra, këta shekullor që edhe unë i kam hasur kështu dhe... Jo më ishin të dhënat e Institutit të Statistikave Italian, ha? Po. Dhe kemi kapur edhe 2 studime, një Amerikan dhe një Italian, atëherë që të gjithë këta së pari më shonin tek ushqimi. Ushqimi, ha? Ushqimi. Këta rreth 80%, 60 deri 70% të gjithë vëmendjes së tyre këta e kishin tek ushqimi. Me Amerikan han keq, ti e di. Ushqim po këto zonat. Shumë keq. Kjo zonë ishte me një ushqim shumë cilësor, produkte natyrale, produkte të stinës dhe perime dhe zarzavatet zinin vendin e parë. Ajo që ne kemi si thua të pranishëm në tryeza tona, mishi i qëngjit, kecit, mishin në hell. Po, ato që të gjitha kanë kaluar në vendin e tretë. Pra, një herë në javë ose 3-4 herë në muaj, jo më shumë. Po thuaj se në të gjitha këto zona ishte mishi i kuq i spostuar maksimumi vetëm një herë në javë. Kur është mishi mirë të gjen gjë, javë. Po, ndoshta nuk të gjen gjë, po kjo që ne ham sot, ne nuk e dim. Që na kujtove, doktor, tani, pike mëngjesit, na kujtove. Gjyshi im ishte 112 vjeç afërsisht dhe konsumonte çdo ditë mish. Pra, nuk mund të themi që shiko... Kalbe dhe robi. Po, atëhere. Po të jeti mirë, unë them sikur 100 gram në ditë, asnjëherë nuk bën keq mishi i kuq. Por i kombinuar edhe me peshkun, ku në këto zonat e tjera peshku kalonte 1-2 herë në ditë. Tani, bënë një qik raki? Një qik? Rakia, për shembull, mund të shkoj deri në 50 ml në ditë, ose një gotë verë, ndoshta një herë në 2 ditë. Ko tani se muhabetin. Po këta që pinë që në mëngjes me doktor, që thonë është ilaç. Kam raki mani, unë thotë e pi xhaja im, është qiqër. Një teke pi. Po një teke në ditë, unë them që në moshat mbi 50 vjeç, pra 50 ml, bën mirë sepse nxit qarkullimin e gjakut. Po t'i fol. Po, plus ai nuk është toksik, sepse ky e ka bërë me duart e tij, është produkt natyral 100%. Sa i sheqeri i manit. E di, problemi është që kështu thonë gjithë, po. Plus që a i merr afërsisht me atë teken e rakis, gati 200 kilokalori. Mirë, doktor, herën tjetër, kur t'je shiftuar, do na vish bashkë me një teke t'a pim bashkë. Në mëngjes. Sigurisht po. Shqyqy që jemi në mëngjes. Po, patjetër. Tani, më hiq një kuriozitet. Po flisim për këto 100 vjeçarët në Itali. Si ka mundësi që 80% janë gra? Si ma shpregon ti mund të? Po, ka lidhje, kjo ka kuptime edhe në përgjithësi femrat... Janë më të shqetësuara se burrat, janë më stresuara. Më të stresuara, më të lodhura... Janë obubu. Po, në Itali s'lodhen fare të? Qa ka ndodhë? Jo, lodhen, por dhe këto femra, a i cikli menstruali tyre, ka dhënë një rezultat shumë të mirë në pastrimin e toksinave nga gjaku.
tek meshkujt kjo gjë nuk ekziston, për shembull. Nuk e kemi, ose ekziston një mundësi që disa lloj meshkujsh hedhin ato kupat me gjak, ato i xhamet kështu. Se di, çfarë kjo edhe herë? Kërvishin pak lëkurën, marrin vendosin një kup përsipër, dhe kjo thith tërheq atë gjakun. Si ato ushunjzat? Si ato ushunjzat, po. E tek femrat kjo gjë ka funksionuar gjatë gjithë jetës së tyre, ai cikli menstruale ka pastruar organizmin shumë mirë, ndërsa tek meshkujt nuk ndodh kjo. Mirë, gratë bleninës ne marrin ushunjza. Po asnjë nuk e ka aplikuar këtë gjë, për shembull, ose shumë pak që përdorin. Seriozisht bën punë kjo? Kjo punë e ushunjzave? Se e kam dëgjuar kështu, po. Po bën, është me të vërtetë. Në çmosh duhet bërë kjo pak a shumë. Po. Mirë është që njeriu pas moshës 50 vjeç të fillojë të tregojë pak kujdes për veten e vet, pasi grumbullohen, për shembull, edhe toksinat grumbullohen, edhe këto acide urike grumbullohen nëpër kocka, kyçe, edhe gjaku pëson një farë ulje të aktivitetit të tij, pra qarkullon shumë pak dhe gjunjët, kyçet. Sidomos për ata që lëvizin, po. Sidomos për ata që nuk lëvizin, dhe këto gjunjët dhe kyçet sikur kalsifikohen. Po ka në Shqipëri kështu vende që bëjnë me ushunjza? Po ka, po ajo është shumë e thjeshtë, mund t'i marrësh në një lumë të pastër. Ku ka lumë tu? Kemi lumë ne? Ka lumë. Ka lumë, ka liqene. Duhet disë për burë, se s'mund shkoj unë të kërkoj ushunjza, se kam idem. Unë se kam parë të është. Atëhere, është shumë e thjeshtë. Mund t'i blejmë edhe në pazar, dhe i mbajmë në shtëpi 10 ditë, duke i trajtuar me pak ujë me sheqer, ujë të ëmbël. Ushunjzat. Po, pra dhe çdo ditë e derdhim atë ujë, ju bëjmë një shplarje dhe çdo ditë ujit i hedhim për shembull aftësisht një lugë çaj me sheqer. Po pse ushunjzat shiten pazar? Po shiten, aty tek pazari i ri shiten. Vërtetë? Po. Po t'i kim bashkë ditë, unë s'kam iden. Dhe çfarë bëhet me to pastaj, i vë te këmbët? Thjesht i vendos aty tek këmba dhe ajo punon vetë. Ka kështu... Ajo edhe thith gjakun e keq, ka dëme anësore? Ajo thith gjak, por më e mira është e atyre, sepse ajo hedh në sistemin e qarkullimit të gjakut disa substanca kimike që e lehtësojnë shumë mirë qarkullimin e gjakut. Po nuk është pak si e shpifur kjo, doktor? Apo? I kanë zgjidhur djemtë ty. U kam siklet më burr. Ajo të zgjidh problemin. Po nuk është pak si siklet? Hiç fare. Ajo lë një plag, pra mbasi ajo ngopet me gjak, ajo bie, për shembull, putet bie, dhe ajo plaga që ajo ka lënë aty është më pak se 1 centimetër katror. E marrë. Mbyllet shumë lehtë. Mbyllet kollaja. Kjo është shumë interesante, vërtet, ta provoj. Po. A ka një recet, gjithmonë thonë që ka një recet sekrete për jetëgjatësinë. Është e vërtetë apo e sajojnë njerëzit? Sikur të kopjojmë recetën italiane, me qenë se i kemi këtu komshi. Këta e fillojnë ditën e punës duke u marrë me kopshtin e tyre. Pra, një prashitje, një vaditje, afërsisht rreth 1 orë. Le të jetë 100 vjeçar. Ai kujdeset për një bimë dhe ajo t'jep atë kënaqësinë, sepse ti i shërben dikujt. Është shpirtërore më tepër thotë. Po, patjetër, po. Mbasi ata kalojnë afërsisht rreth 1 orë me këtë punë, ata atëherë ulen që hanë mëngjesin. Në mëngjeset e tyre ka dominuar shumë vaji i ullirit. Kjo buka e bërë vetë pa maja. Po. Sepse edhe majaja tek buka nuk është e mirë. Po lëre çfarë kemi ngërë në burr. E shoqërojnë ndoshta me pak djath dhe asnjërit nga këta njerëz, nga këto grupime shoqërore që kanë kaluar 100 vjeç, nuk ju ka munguar 1 deri në 2 gota çaj në ditë. A është e vërtet nga eksperjenca juaj që njerëzit që punojnë fort gjatë gjithë jetës jetojnë më gjatë apo ja fusin kot? Ky aktiviteti fizik të mban jashtëzakonisht mirë, por sigurisht nuk duhet të kalojmë në një stërmundim. Pra, edhe aktiviteti fizik, edhe ecja që bëjmë ne, nuk duhet të jetë me vrap, me sforco të shumta, por të kemi një ritëm normal gjatë gjithë jetës. Është mirë të mos përdorim ashensorin, por të përdorim shkallët, sepse edhe ky është një lloj aktiviteti fizik, dhe këto të gjitha ndihmojnë edhe në përmirësimin e qarkullimit të gjakut, por na ruajnë edhe atë masën muskulore.
E marrë veç, në një moshë të caktuar, se tani një 70 vjeçar s'mund të thosh ti në gjithë shkallët, se ai zgjull. Po për shembull 85 vjeç një nga Erseka. Po mirë, ma janë ekstreme, dakord. 85 vjeçar një nga Hasi, ecte tamam si djalë i ri. Jo si grep kështu, po i drejt si qiriri dhe i hidhte ato hapat e vendosur. Këta besoj se janë shekullor, do të arrijnë që të quhen shekullor edhe në vendin tonë. A luan rol gjenetika në këtë histori? Patjetër që luan, po. Luan. Gjenetika është sigur themeli në jetën e një njeriu. Pra, edhe ai zinxhiri gjenetik, se do ta shohim me të vërtet me atë syrin e atij mikrobiologut, ka me të vërtet një sekret që fshihet në brendësi të tij. Ai zinxhiri gjenetik në fundet e tij ka një si pjesë, një si tap mbrojtëse që quhen telomere. Është një pjesë, si thua, nëse do shohim një lidhës e këpucësh që ka atë plastikën në fund. Kështu janë telomere tek zinxhiri gjenetik. Me kalimin e kohës, nëse ne nuk merremi me aktivitete fizike, nuk ushqehemi shëndetshëm, atëherë këto telomeret fillojnë që të dobësohen, zvoglohet ajo, dhe po të jetë se ne do të tregojmë gjithmonë të pakujdesshëm, këto telomere do të harrijnë në atë pikë që hollow, pra zvogloh, harrin që ajo konsumohet fare, dhe ne kemi vënë re se si prishet ajo fija e lidhëses së këpucës. Po thua për zinxhiri gjenetik, po? Pra, po filloj që zinxhiri gjenetik të prishet, të zbërthehet, atëherë ata oksidantët që janë që qarkullojnë me gjakun tonë e oksidojnë këtë shumë shpejt dhe njeriu pastaj vdes. Pra i shkurtohet jeta dhe e çon në vdekje. Tani, duke parë projekcionet që tregojnë në rritje të mëtejshme të popullsisë mbi 100 vjeç në Europë, cili është mesazhi që do t'i doje t'i përcjellë njerëzve ti për një jetë më të gjatë dhe më cilësore? Po, jetë gjatësia ka lidhje me mirë shëndetin tonë, me mirë ushqyerjen, me aktivitetin fizik, dhe ajo që do të thosha unë, të mos të akumulojnë njerëzit ligësira në trupin e tyre, inate, mlefe, gjithçka. Ta kenë atë zemrën e tyre behar, ta kenë atë mendjen e mirë të prirur, që çdo njeri që është mirë dhe t'i dhuroj diçka një tjetrit, qoftë edhe një buzëqeshje. Ne dikur thonin për filani, thoshin, ai ka sahatin 12. Në fakt ai jetonte më gjatë. Po pra, ishte i përpikt, ishte i mirë kronometruar në veprimtarinë e tij. Kemi ngjarje prindërve xhana, domethënë ke para të shqetëso për të mërzitur për atë ku të gjë. Njeriu nuk duhet të akumuloj ligësira. Sa kemi munduar vetë. Ankte dhe strese, po. Se themi ne ushqimi. Në fakt, ushqimi shpirtëror është më i keq, ja? Jo, edhe ky luan rol. Po kështu edhe vetmia, për shembull, nëse një njeri është i vetmuar, edhe ai e shkurton jetën e tij njësoj si ai duhanpirësi, për shembull, që pi 2 paketa në ditë. Por energjitë pozitive, motivimi në jetë i japin njeriu atë shtytjen e brendshme që ky të di se pse jeton. E kuptoj. Doktor, nga janari këtu do jesh? Po sigurisht këtu. Do më të qosh në një vend që hajt mishinjë. Tamam, prej vërteti, se më diqe. Do t'a gjëj dhe do t'a realizoj. Ti di se ke, se shke ca pika ti që i di këto. Filani, fisteko, se ti për fati ma më dhe me emra. Po, do t'a konsumojmë në mënyrë të modelizuar. Që të modelizuar, ikim aty dhe shtrojmë pa. Pse, më shion më shumë ku jam e sigurt, kur jam e ty. Në rregull? Patjetër, do mundohem ta organizojmë. Mirë, Flori. Falenderoj shumë. Një vit të mbar, shëndet e gaz. Të tjerat pastaj shkojnë e vinë. Edhe për stafin tuaj dhe familjet tuaja. Bashkësi. Rrosh, doktorit. Falenderoj shumë edhe për kujdesin që tregon. Her mas here dje na solli një pako, na solli djali. Një pako dhurat. Po ndoshta. Falenderoj shumë në emër të gjithë çunave. Dëshira e çunit. Faleminderit. E ke thënë ti pa e diun atë.